Shkolla artistike Prenjakova vjen mbetet një vatë e rëndësishme kulturës, duke edukuar brezat që mbajnë gjallë traditën dhe krijimtarinë artistike shkodrane me gjerë. Ky institucion i njohur për traditën dhe artin, po tërheq gjithnjë me shumë të rinj që duan t'i përkushtohen artit. Sipas drejtorit të shkollës, pritet që institucioni t'i nënshtrohet një rekonstruksioni duke kthyer këtë ambient të dijes dhe kulturës me kushte bashkëkohore. Ne presim rekonstruksionin e shkollës, do të thonë këto muaj, që besoj që ka më ndiku pozitivisht. Pra po të krijohen një fije kushtet më të mira me sistemin e ngrohjes dhe sistemin e freskimit ftofjes të shkollës, që këto janë kryesore që do bëhen, plus do bëhen edhe merrmetime tjera të dyrëve dritareve e tjerë. Instrumenta muzikore kena marrë nga Tika 6 piano, pra sektori pianos është plotsu, normalisht ne bëjmë kërkesa çdo vit për të plotsuar sektor tjerë me instrumenta dhe kërkojmë donator për të plotsu çdo sektor artistik. Dy profilet kryesore të shkollës artistike Prenjakova, ku edhe numri nxënësve është më i lartë, mbeten muzika dhe piktura.